Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falendrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjet e shokët dhe gjithë ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahun e falenderojmë për gjitha mirësitë, begatitë që Allah na i ka dhënë, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e udhëzimit, agjerimit dhe mundësisë që atij të përulemi dhe i përgjigjemi në atë që na ka thirrë. E kemi falë namazin e sabahut dhe tashmë është një kohë që duhet domosdoshmërisht të presim derisa të hyjë koha e Bajramit, dhe zakonisht kjo kohë shfrytëzohet, sikur që e keni të njohur, me përcjelljen e disa mesazheve në formë të një ligjërate, e cila kryesisht ndëlidhet edhe me datën që sot e shënojmë, me ditën që kemi dalë sot të festojmë dhe me atë që ka ndodhur para kësaj dite. Ne si musliman në kuadër të udhëzimeve fetare kemi dy festa kryesore, e që dyhet i quajmë Bajram. Është Bajrami i Fitrit që jemi sot në të, dhe është Bajrami i Kurbanit, që është afërsisht 2 muaj pas këtij Bajrami. Ky Bajram, të nderuar vëllezër, vije pas 1 muaji angazhimi, përpjekje të vazhdueshme në forma të ndryshme që ne të përgjigjemi Allahut të mënduar, që ne të manifestojmë funksionimin dhe fuqinë e besimit tonë, dhe kemi tashmë për çfarë të gëzohemi. Gjatë të Ramazanit kemi pas aktivitete nga më të ndryshmet, ku gjitha këto kanë shërbyer në fisnikrimin e shpirtit tonë, përmirësimin e zemrave tona, fuqizimin e raporteve me Allahun xhalla xhelaluhu, po edhe ndërmjet vete. Dhe tërë këtë aktivitet e ka udhëheq, e ka motivu, e ka rregullu fjala Allahu xhallahu ala Kur'ani. Zotën sa herë kena folë për Ramazanin, kemi folë për Kur'anin, ku Allahu ka thënë shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazan është ai muaj që në te ka filluar zbritja e Kur'anit. Dhe përmes Kur'anit ne e kemi njohur Zotin tonë, e kemi njohur besimin, përmes Kur'anit edhe e kemi njohur edhe agjerimin, dhe e kemi njohur edhe mënyrën si të agjerojmë e kështu me radhë. Prandaj Kur'ani për ne është një libër i veçantë, specifik, një referencë e pa alternativë dhe pa anashkalueshme. Është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë këtë mesazh hyjnor. Çka Allahu kërkon nga neve? Çka është ky libër? Si duhet ta kuptojmë në këtë libër? Dhe ta marrim këtë libër udhërfyes, të shërbejmë me të për jetën tonë të përditshme. E në këtë Kur'an ka të ndërozër mësime, ka udhëzime, ka këshilla, ka porosi, ka inkurajime, ka edhe kërcënime, ka rrëfime, ka shpjegime, shtjellime për tëra që neve na duhen në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu në Kur'an flet shumë për librin e tij, që të na tregon se ky libër është prej tij, prej Zotit xhallahu xhelalu. E para dhe e dyta, për të na vetëdijsuar për rëndësinë e këtij libri dhe për të na treguar saktësisht çka është ky libër. Pra Kur'ani ka shumë emra. Një nga emrat e këtij libri është Kur'an. Kur'ani është emri i librit, por nuk është vetë libri. Libri ka më shumë se një emër. Dhe çdo emër tregon se çka është ky libër.
E Allahu xhallahu të ndërrua vëllezër, për çka është ky libër, dhe si duhet ta kuptojmë këtë libër, flet në fillim të Kur'anit kur e prezanton librin, por edhe flet në ajetin e agjërimit kur e prezanton librin. Domthon edhe kur e prezanton librin çka është, edhe kur flet për zbritjen e librit, flet se ky libër është udhëzim. Allahu thot hudan lin-nasi. Është udhëzim dhe sqarim i udhëzimit. Këtë libër ka udhëzim dhe ka shpjegime dhe shtellime për këtë udhëzim. E para se të arrim të kjo ajet, në surën Al-Baqara, në ajetin 185, Allahu i madhnuar në fillim të Kur'anit, në surën e parë, në surën Al-Fatiha, Allahu i madhnuar në mëson lutjen e parë dhe kryesore që duhet ne si besimtar në vazhdimsi ta lutim Allahun xhalla xhelalu për të. Ne kemi mundësi Allahun me lut për gjitha që kemi nevojë. Kemi shumë kërkesa, kemi shumë çështje të caktuara në këtë botë që e lutim Allahun të na ndihmon, të na përkrah, të na i plotëson kërkesat tona, të na i plotëson nevojat tona. Ato dallojnë nga njëri në njëri, nga situata në situatë. Mi po mbeten disa kërkesa të përbashkëta, pavarësisht dallimeve që mund të kemi në moshë, në aftësi, në potencial, në aspekt social, ekonomik, në gjuhë, në ngjyrë, çka do të qoftë që mund dallojmë, i kemi disa kërkesa të përbashkëta. Dhe kërkesa e përbashkët e gjitha krijesave është ajo që Allahu e përmend në fillim të surës Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha të ndërru vëllezër e ka emrin Al-Fatiha, që nuk kupton sureja hapëse, me të hapet Kur'ani, dhe me të hapen kuptimet e Kur'anit, dhe me të hapet rrugat e të kuptimit të Kur'anit. Pra se ka ras është emrin Al-Fatiha, është derë, është port, që përmes saj të hynë në kuptimet e Kur'anit. E në këtë port hyrëse, në këtë shteg hyrës në Kur'an, Allah në mësën këtë lutje, që thash është lutje që në bashkon të gjithë. Allah o thot, ihdina sirata al-mustaqim. Kërkon nga ne që gjdo ditë, në adhurimin më të rëndësishëm praktik, në adhurimin më të dashur tek Allahu xhallahu ala praktik, në namaz të themi me 10 herë gjatë ditës ihdina siratal mustaqim. Na udhëzo o Zot në rrugën e drejtë. Ky ajet ndërmjet na mëson shumë gjëra. Mas pari, këtu Allahu po thot na udhëzo. O Zot na udhëzo. Ku është përgjigje e kësaj lutjeje? Na imi lutu Allah na udhëzo. A është përgjigje Allahun këtë lutje? Po. Kjo kërkesë është në surën Fatiha, surja e parë e Kur'anit. Me një herë, 2 rreshta më poshtë, në surën vijuese Allahu thot, "Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin." Flet për Kur'anin thot, "Dhalika al-kitab", ky libër është i veçantë. Nuk ka asnjë pikë dyshimi te. Nuk ka dyshim se është nga Allahu, është nga Allahu. Nuk ka asnjë dyshim se është i saktë, i vërtetë. Nuk ka asnjë dyshim se është i duhur. Nuk ka asnjë dyshim se është libër që i përgjigjet kërkesave të juaja. Nuk ka asnjë dyshim se është libër që ja përgjigjet pyetjeve dhe dilemave të juaja. S'ka dyshim. E çka ky libër e Zot që ka kaq domethën bindës, kaq përmbledhës, kaq domethënës, kaq i vërtetë. Çka është ky libër? Hudan. Ky është udhëzim. Këtu e keni udhëzimin. A e kërkuat udhëzimin surën Fatiha? A thot kapiteni Fatiha udhëzona, ja unë po ju udhëzoj me Kur'an. Hudan lil muttaqin. Allahu është përgjigj. Prandaj në cilësimin e parë që Allahu ja bën këtë libër, e cilëson si udhëzim. Në cilësimin e parë që Allah ja bën këtë libër,
kur flet për zbritjen e tij, thotë kemi zbrit Kur'anin që është udhëzim. Prandaj cilësia më e veçantë dhe funksioni kryesor i këtij libri është që juve t'ju udhëzon. Çka nuk kupton ti jesh i udhëzuar? Fillimisht të nderuar vëllezër, kur flasëm për udhëzimin, domethënë, flasëm për një rrugë që duhet ta njohim, flasëm për një qëllim që duhet ta arrijmë. Pasi kjo është udhëzimi. Ti je i udhëzuar, do të thotë ti je i orientuar, i drejtuar në rrugën e dur që të shpihet në qëllimin e kërkuar. Që kjo është udhëzimi. Domethënë, pas ka njëri qëllim jetë, që duhet jetë i udhëzuar ka i qëllim, dhe qenë ka një rrugë që të shpihet drejt këtij qëllimi, e gjitha këto duhet i njohim, nga se realisht jeta jonë dhe shpëtimi jonë dhe misioni jonë varen nga këto kuptime. Në anën tjetër, kur Allahu xhalla wala të nderuar thotë se Kur'ani është udhëzim, çka nuk kupton kjo? Nuk kupton se përveç udhëzimit ka devijim, përveç rrugës së dur ka rrugë të gabuara, ka qërësakache, ka humbje, ka lejthitje, ka rëshqitje, ka dështim, ka shgënjim, përveç këtij udhëzimi. Andaj, ne duhet me i njohë këtë gjëra. Ku është udhëzimi, rruga e drejtë që në atë rrugë tashmë të ecim, të ndjekim udhëzimet, të orientojmë jetën tonë drejt këtij qëllimi dhe të ruhemi nga rrugicat, qërësokaqet, nga errësirat, nga lejthitjet që mundin me na humb jetën dhe me na kushtu shtrajt ditën e gjykimit para Allahut të mënduar. Këto janë kuptimet domosdoshme. Kjo është abeceda e jetës që mbi të ndërtohet çdo sukses, çdo arritje. Nëse e kuptojmë udhëzimin, e kuptojmë qëllimin e krijimit, e kuptojmë qëllimin ka jemi nis, pastaj çdo sukses në jetën tonë, i cili na mban brenda udhëzimit, e të orientuar ka qëllimi, është sukses meritor, është sukses që me të vërtet meriton të quhet sukses. Mirë po, të ndërmazër, nëse suksesi ju në këtë dunja, çfarë do qoftaj? Sukses i shkollimit, i punësimit, i çfarë do angazhimi në jetë, realisht në nxjerr nga udhëzimi dhe na orienton nga qëllimi, nuk quhet sukses, është humbje. Prandaj ne këtu dallojmë nga të tjerët. Njerëzit për shembull kanë një qëllim caktuar. A bëhet nga rruga e dur, nga rruga e gabuar, a është orientimin e dur, nuk është orientimi i dur, s'është me qëllim e rëndësi. Më rëndësi është që unë të arrij, për shembull, një pozitë caktuar. Më rëndësi është që të arrij një sasi caktuar të parave, një epsh caktuar, një qëllim caktuar timin personal. Pavarësisht a është i legjitimuar apo nuk është i legjitimuar, është rregull apo nuk është rregull. Dhe këtu kuptimin ai ka dhënë Ramazani. Nga se në te kemi lezu Kur'an, atje kemi marrë udhëzimin për jetën, mas pari të udhëzohemi drejt Zotit. Kush është Zoti jonë? A janë sot këtë njerëz të udhëzuar të ndërozër si duhet në aspekt të njohjes së Zotit? Jo. Fatkeqësisht nuk janë. Nuk janë. Për shembull, Kur'ani ku flet për Zotin, flet mirë mrekullueshme. Tregon kush është Allahu i mënduar. Tregon për cilësitë e Allahut, për emrat e Allahut. Na mundson me njoft Allahun tamam çish duhet dhe sa neve na duhet. Ta njohim Allahun deri në fund është e pamundshme. Nga se kapaciteti intelektual është shumë i mangët, i kufizuar me njoft në tërësi Zotin xhallahu ala. Po ne Zotin e njohim për atë sa kemi nevojë na. Sa neve krijesa na duhet, për atë sa i përmbush kërkesat tona, për atë sa i përgjigjet natyrshmërisë tonë, për atë Kurani flet për Zotin xhallahu xhelalu. Dhe në Kur'an Zoti xhallahu ala prezantohet si një autoritet suprem, si një qenie përkryer që nuk ka tmeta, si dikush që është superior çdo aspekt në raport me neve, si dikush që është i pavarur, nuk i duhemi ne, si dikush që ai neve na duhet.
Ai neve na duhet, ne kemi nevojë për te, ai nuk ka nevojë për neve. Kështu Allah prezanton vetë e tij, dhe kështu jemi të udhëzuar ne drejt besimit në Allahun te barekutaala. Mirë, po për shembull, sot ka dhe versione tjera për Zotin, shpjegime tjera për Zotin. Për shembull, ka shpjegime që jepen tipare njerëzore Zotit. Dhe Zoti nga hyjnoreja bie në njerëzorën, dhe kjo është gabim. Nuk mund të ketë Zoti diçka njerëzore. Për shembull, njerëzore është gjumi. A është njerëzore? A është njerëzore me flajt? Po. A është njerëzore të ndish uri edhe pastaj të kesh nevojë për ushqim dhe pije? Njerëzore është. E natyrshme është. Nëse Allah t'ja përshkruajmë këtu, atëherë kemi dëmtuar besimin, e kemi njollosur Zotin xhallahu ala duke i përshkruar atë që nuk i takon. Domethënë, nuk jemi udhëzuar si duhet besim. E përmirësimin e këtyre deformimeve në besim, për të udhëzuar një rrugë në dorë, Allahu e ka bërë vazhdimisht, duke dërguar pejgamber e duke zbrit libra. Çdo pejgamber ka ardhur me përmirësu këtë deformim, me udhëzuar njerëz në rrugën e dorë, në besim. Kush është Zoti jon? Si duhet Allah me besu? Si duhet Allah me njoft që të shpëtojmë nga këto lajthitje në besim, nga këto huqje, që një nga këto i përmena. Për shembull të ndërmazë. Kur dikush flet për Zotin, edhe në kuadër të shpjegimit për Zotin, e përmend se Zoti flen, a mund të jetë kjo udhëzim? Jo nga se nuk guxon Zoti me flajt. Nuk guxon të ketë Zot që flan, nga se Zoti është mbikëqyrës i gjithçkaje. Ai kujdeset për të gjithë. Dhe nuk ka nevojë që dikush të kujdeset për te. Prandaj ne kemi të qartë në ajetin më të madh në Kur'an, në ajetul Kursi, në ato që ne quajmë tesbidova. Allahu thot: Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Allahu është një, nuk ka Zot përveç tij, ai është i vetmi që meriton të adhurohet. E kush është ky Zot që ne adhurojmë? El-Hayy, i gjallë, nuk vdes Zoti, nuk gozhdohet Zoti, nuk kryqohet Zoti, nuk humb Zoti, nuk flen Zoti. El-Hayy, i gjallë nuk flen. Ndërsa ne çka themi për gjumin, gjysma e vdekjes. Njëri kur është në gjumë është gati si i vdekur. Andaj Zoti nuk e kap gjumin, la ta'khudhu sinatun wala nawm. Atë nuk e kap as gjumi, as kotja. Ai as nuk kotet, as nuk flan e kështu me radhë. Në disa shpjegime për Zotin, atje thuhet se Zoti lodhët, e ka kriju qiellin dhe tokën, pastaj është ulë me pushu ditën e shtune, ose është ulë me pushu ditën e diel. Apo Zoti nuk lodhët. Në surën Kaf Allahu thot qartë, kemi kriju qetë e tokën e gjitha, wa ma massana min lugub, dhe nuk kemi lodh, Allahu nuk lodhët. Nuk mund të jetë Zot që lodhët. Prandaj të ndonjëherë Kurani shpeshherë përmend edhe udhëzimin e duhur për besim, por edhe përmend forma të caktuara që janë deformim në besim, që jemi të kujdesshëm. Prandaj besimi në Allahun xhallahu ala të ndonjëherë nuk ka të bëjë me gjuhën. Ne flasim këtë gjuhë dhe kemi këtë Zot. Nuk e përcakton gjuha Zotin. Nuk e përcakton prejardhja Zotin. Nuk e përcakton kombi Zotin. Jo, Zoti kush e përcakton kush është Zot? Argumenti, faktet, dëshmit e përcakton. Ky është Zot pse? Për shkak se ka këtë kështu me radhë. Zoti është mbi gjuhët. Ai është krijuesi i gjuhëve. Zoti është mbi kombet. Ai është krijuesi i kombeve, i etnive, i ngjyrave, i racave. Ai është mbi gjitha këtu. Me ul Zoti në nivel të kombit, në nivel të gjuhës, është nënçmim, është fyrje. Nga është kufizim dhe përjashtim të tjerëve që ata të kendit në atë Zot. Nuk mund të kemi na për shembull shqiptarët Zot për neve. Pse? Pse çështo na shqiptarë që Zot e kemi. E ata tjetër nuk janë shqiptarë, çfarë Zoti i kanë? Zoti është të gjithëve. Zoti është të gjithëve. Andaj Kurani na udhëzon që ne realisht tek besimi në Zot bashkohemi si njerëz.
e të adhurim Allahun xhallahu së bashku, duke larguar dallimet, e mospajtimet, e urrëtiet, e shumë probleme që sot njeriu kësaj kohe i ka. Prandaj Kurani është udhëzim, në udhëzon drejt besimit të duhur. Dhe ne duhet këtë udhëzim me përdor të ndërmjetësor që të shërbemi në vazhdimsi për njohjen e Allahut të mënduar. Allahu xhallahu ala të ndërmjetësor kur flet për vetën diçka thot, në surët të njohur që e kemi, që është nga surët e para që i mëson dikush, është kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Thuaj, botërisht thuje publikisht, pa u hamend fare, pa hezitu fare, pa u kompleksu fare, thuaje me krenari, e me bindje, thuaje, qka të themi? Kul huwa Allahu ahad. Thuaj, aj Allahu është një, nuk është dy, nuk është tre, s'ka mundësi me kun tre, njeri është Zoti, tjerë të në krijesat, nga se nuk mund tjetë diçka në mes, apo, ja është krijues, ja është i krijuar, a ka tretën? Nuk ka tretën, të të vëzër. Pandaj Allahu tha në Kur'an, em khuliku min gajri shejnem, humul khalikun, em khalaku samawati wal ard. A u krijuan ata nga asgjëja? Rastësisht ashtu i midon, rastësisht, e pamundshme është rastësisht, e pamundshme. Nuk ka rastësi në këtë dunjë të vëzër. S'ka të mundshme. Të gjykash për një krimtari madhështore, mbreslënse, mahnice, të gjykash për te së është rastësi, është sinqerisht absurditeti më i madh, është habia më e madhe që realisht ka mujt me e godit njeriu. Rastësisht, a ka mujt që kjo xhami me undëtu rastësisht, pa plan, pa arkitekt, pa punëtor, pa për cilët punëve, absolutisht kur s'ka pas, as ka pas plan, as arkitekt, as investime, as donacione, as kur s'ka pas, as njerëz, në sabah kur imi quje, mi arke, në po një gjami midis qytetit, a mund tjetë kështë spjegimi? Pa mund s'mështë. A mund me të bind dikush të rastisht ka du dhe gjami, ja mund do të, pa mund s'mështë. Nëse një gjami, në raport me kosmosin është një kurgja, nuk mund të ndërtohet rastisht, një kosmos kaq i mrekullueshëm, kaq i ndërtuar, kaq perfekt mund të jetë rastisht, s'ka rasti. Shikoni njeriu të ndërtuar, sa i komplikuar është. Sa studiohet megjithatë, sa është arrit, sa me shkencë me njoft njeriu. Shumë pak. Truni si një organ i caktuar njerëz sa pak dihet për të. Mos flasi për tjerat. E a mund të themi për atë sa dim për njerin, krejtojnë rastësisht kështu funksionon zemra, rastësisht është këtë vend, ka mund me konë të koma, rastësisht është të gjokë që a në këto rasti, është absurde, është devjem, është shturje intelektuale, çmenduri, ti thuhet rastësi. S'ka rastësi. Prandaj Allahu xhallahu ala thot, a jeni krijuar rastësisht? Përgjigja është jo. A jeni ju krijuesit? Ti e ke kriju vetën tonë, a i vetë, gjithë kush a jeni ju kriju, jo s'jeni, e qka jeni ju? Kush jeni ju? Rastësisht nuk jeni kriju, ju nuk jeni krijuesit, kush jeni ju? Ju jeni të krijuar nga Allahu, a e është krijuesi. Nuk mund tjetë, a i edhe krijuesi edhe i krijuarit, është absurde, apo? Unë me konë, për shamë të lëzër, mund, në gjikesht, shkoni, feja jonë, sa logike, sa arsyeshme është. A muna me konë unë, për shambull, edhe ullën edhe në komë. Ja jem ullën edhe në komë, s'ka mundësi atë. Logjika s'pranon dy gjendje. E për një gjendje, ja je në gjendjen e ullur, ja je në gjendjen komë. A ki mundësi me thonë, edhe në komë edhe ullën rriu, në dy ati bëjnë. Njëjtë në kohë. A mundësh? S'mundësh, Allah. Nuk mundësh. A mundësh fizikisht me konë njëjtë në kohë, edhe në gjami edhe në shpi? A mundësh?
Dikush me shku qëtar shpejt gjonë të shpija, vjen xhami gjonë xhami, njëjtë ku, a është e mundshme? S'është e mundshme. Allahu ka vendosur rregulla të caktuara logjike që mbasaj funksionon dunjaja, i kupton senet. A ka mundësi me kon Zoti, edhe Zot, edhe djalë, edhe non, edhe shpirt, këtë me kon bashkë, a ka mundësi me kon? Cili është Zoti vëlla? Njëri është Zoti, njëri është krijuesi, njëri është. Ata tjerë janë krijesa. Me që është krijuesi ata adhurojmë, krijesat i ulin pra, në nivel të krijesës. Shumë e qartë. Pra Zoti është një, kul huwa Allahu ahad. Ai është një, nuk janë dy as nuk janë tre. S'ka mundësi, e pamundshme është. Nga ata tre, kush e kontrollon kosmosin? Kush merr vendime? A mirën për shembull me vota, ulën e vendosin. Kush? Qysh vendosin për shembull për me rashi? Kush vendos me rashi? Kush vendos ku ka më bëhet ditë edhe nata? Kush vendos? A mbledhet kolegiumi i Zotit edhe vendosin? S'ka mundësi. Nga se qërëditit kosmosit, qërëditit kosmosit, ka i të prishet. Një thot, mu më konvenon sot se i kam 10.000 e të në tokë, aty në juvin me së më rashi jetë. A thot, jo, i kam 10.000 që më votojnë mu, aty në përvin me rashi. Qka kështë me ndonë kosmosit? Elhamdulillah që Allahu gjellë në Kuran, la yus'alu amma yaf'al. A i si jep përgjësi kërkujt për çka bën, a i merë vendime vetë. La ilaha illallah, një zatë është. A i veç merë vendime, a jasë të pyt, ty jasë mu. A ka marrë leje Allah për te, po dhe me të kryu asë po dënë. Me të prunë këtë botë asë po dënë. Të ka prunë dënjës të ka vetë. Asë të ka pytë kom po dhe me pas prind. Asë ke pas zjerë në këtë punë. A ke pas? Ja, s'ke pas. A i bën qka dënë. Fa'alun lima yurid. A i bën qka dënë. A i nuk e pytë asë kënë. Për që ta zëtë. Për që ta na gjinoj për ta i bindemi. Se kur të në vetë neve, tani na mos e adhura mu. Nëse Zoti konsultohet me neve, të qysh po thoni mja bone, a Zot mu, s'ka mundësi edhe me kon. Nuk kam logjika se pranon, natyrë se pranon. Andaj për çën Zot me kon një, veç. Nëse nuk ka një, nuk ka Zot. S'ka mundësi. Nuk mund me besu në të njëri nëse nuk ka një. Shikoj sa bukur Kurani na udhëzon besim, udhëzim. Kul huwa Allahu ahad, thuaj Allahu është një, ahad është një, s'ka tjetër. I vetëm. Dhe Allahu është një dhe i vetëm. Një dhe i vetëm. Lejse kemithli i shej, ati nuk i ngjan askush. Nuk është me të ngjajsh me askush. As njeri, as melek, as krijes. Ajo është ndryshe për tjerëve, kejtë komplet. Allahu Samad. Allahu Samad. Çka nuk kupton Allahu Samad? As-Samad, emri Allahut As-Samad, nëm kupton se të gjitha krijesat, me që e ndam tash, e ndam gjendin, e kuptojmë, është një krijues dhe shumë krijesa. Tash, me që janë të ndarë, krijesa dhe krijues janë të ndarë, nuk janë një, qysh ndërtohet raporti mes krijesës dhe krijuesit, qysh funksionon ky raport, po? Allahu Samad. Qështu funksionon? Allahu Samad. Do me thonë, krijesat kanë nevojë të vazhdueshme, të pazavendësueshme për Zotin, e ai s'ka nevojë për asnjë për tyne. E që kjo është Zot është hala. Shikoj surja e Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, non-stop me çdo fjalë të saj e fuqizon besimin, e qartëson besimin. Nëse është surë e vogël kjo, po është e shkurt, e mësojmë kallaj për aspektin kuptimor. I ka përmbledh të gjitha kuptimet e besimit në Allahun te barekutaala. Ai është një, i vetëm, nuk ka shokaj, nuk ka shok as në krijim, as në sundim, as në posedim, as në adhurim, në asgjë, është një dhe i vetëm. Të gjithë ne kemi nevojë për Allahun e manduar. Ai nuk ka nevojë për askën. Nuk i duhet Allahun ndihmë me askujt. Nuk konsultohet Allahu me askën, nga sa është i gjithdijshmi. Nga ai ne mësojmë, jo ai nga ne. Ne atë lutemi, jo ai neve. Ai na ushqen neve, jo ne atë. Ai kujdeset për neve, jo ne për të. Nuk mund të jetë Zot ai që ti kujdesesh për to, erun. S'ka mundësi. Në që kjo është udhëzim aty? Që kjo është udhëzim? Që të mësojnë çështu me besuar Allahun xhallahu xhallahu. Gjithashtu nga
çështja që kemi nevojë me ditë për Zotin është edhe prejardhja e tij. A ka Zoti prejardhje? Pe ka Zoti. Nuk ka prejardhje. Pse? Lem jelit. Nuk është i lindur. Nuk e ka lindur mas pari, lem jelit, Allahu se ka lindur kërkan. Allahu as nuk ka djallë. S'ka djallë Zoti Gjellë Gjellalu. Kjo është pifje për Zotin Gjellë Gjellalu. Nuk ka vajzë, s'ka qika, s'ka familje, s'ka akreba, s'ka miqasi, s'mund t'ketaj. Kësa është një i vetëm, na kena prind, kena prejardhe, kena vlla, motër, kojshi, akreba, na njerëz, po na kem nevoj, a s'ka nevoj. Lem jelid. Ai nuk e ka lindur askë, nuk ka lindur Allah Azzel, as nuk ka gru Allah Azzel, s'ka, nuk i duhet. O lem julet, e as nuk është i lindur për i dikujt. Nuk ka mundësi me barku i gruas, apo Zotin Gjellë Gjellu. E ai pasaj me lindit saktume, e lindi Zotin. S'mund me konë kjo të rrëzë, e pa mund s'mështë, e pa kap shmështë kjo. E tash na du me prit dhe, përshamë para na, Zotin me lind. Dhe të rritet ai, edhe të forcohet, do të me pritet na. S'kena Zot, është të rrit njëra dhe. E kur shkane që bojmë na? Kur flena që ka bojmë na? A ka ndë një kohë caktuar me bindje tona islame, se, për shembull në qatë kohë, mos u lutë se Zoti është në zonë. A ka ndë një kohë? S'ka më dhënë. E lutë qëfar do kohë, e lutë për qëfar do kërkese, e që kjo është Zot, po, të cilë e gjej ku të më vynë mu, të cilë e gjej sa më duhet mu, kjo është Zoti Gjellë Gjellaluhu. Lem jelid, nuk e ka lindur asken, o lem juled, e as nuk është i lindur nga askush, s'ka prejardhje Zotë jonë, nuk ka prejardhje, nga as është i pa fillim, nuk është i krijuar. O lem jekun lehu kufuven ehad, dhe askush nuk është i ngjashëm me te, askush nuk është i barabart me te, askush nuk është ortak i ti, nuk është nivel me te, askush, aja është mbi të gjithë. Që kjo është udhëzimi. Kështu Kur'an në udhëzon në besim. Kështu Kur'an në udhëzon në besim. Që është do të me besu? Që është do të me besu? Aja është udhëzim. Të jap gjitha shpjegimet e duara për besimin. Kush o Zoti yt? Dhe si duhesh ti tash me u pozicionu në raport me Zotin? Na morëm udhëzime kush o Zoti, të përgjithshme. Mirë, kush jemi ne? Na kush jemi? Pse jemi na këtu? A jem pyetjet mëdha këtu? Po, çka ndodh pas vdekjes? A humbim, a tretemi, a zhdukemi, vazhdojmë, çka ndodh pas vdekjes? Çka vdekja realisht? Ka përpjekje të shumta me jap një shpjegim udhëzues, një udhëzim kam ja majt. Janë shpesh huqje, ma shumë njerë mjegulli se qartësim. Andaj, ai që garanton shpjegim të duhur në këtë është veç Kur'ani, nga së është fjallë e Allahut, aje din mas miri. Nga sajnë Kur'an fedh tha, ela ja'lamu men khalaq, e si nuk e din aje që ka kryuar. Aje ka kryuar, aje din mas miri. Kush jeni, prej ka jeni, qka ju duhet. Nga së aje ka kryuar. Në këto informata, kaq bazike, kaq elementare, na udhëzon Kur'ani, që prej këtyn informatave tash të nisemi për jetën, të ecim drejt qëllimeve madhore, duke njoft Zotin dhe duke njoft vetë. Kush jemi? Allahu xhallahu ala të ndrum vëllazër po flet për neve në Kur'an çka thot. Na përmarrim Kur'anin udhëfyes. Allahu thot: "Ya ayuhan nasu, o ju njerëz, antumul fuqara'u ila Allah." O ju njerëz, ju në raport me Allahun jeni vazhdimisht fukara. Edhe kur pasurohemi, jena fukara? Po. A ka mund se këj status i fukaras në raport me Allah me ndryshu? Pa mund shmështë. Nuk ndryshon. Statusi jonë se na jemi në pozicion të robit që kanëve për Zotin është status i pa ndryshushëm. Nuk ndryshon. Statusi në raport me njërën a ndryshon? Po,
Dikush ka mundësi një kohë caktuar nuk din, pastaj mëson, mund të jetë më i dijshëm se ata që e kanë mësuar. A ka mundësi më ndodh? Ka mundësi. Dikush ka një periudhë caktuar me kohëre për ndihmë sociale, pastaj punon e bëhet më i pasur se ata që i kanë ndihmuar. A është e mundshme? E mundshme. Në dunjë ndrojnë pozicionet. Në raport me njëri tjetër ndrojnë pozicionet. Apo sot për shembull mund të jetë të mesin ton do një ri, do një djalë, apo që mund të jetë i vogël, dëgjon hoxhën çka tu thon, nesër mund bëhet i dishëm hoxha mëson për ti. A ka mundësi? Ka mundësi. Ndrojnë pozicionet. Dunja ndrojnë pozicionet. Në raport me Allah ndrojnë pozicionet. Jo. A ka mundësi dikush në moment caktuar, për shembull, në raport me Allah me kon i padijshëm, po pastaj më mësu shumë e në raport me Allah më bëj i dijshëm. S'mundesh. Në raport me Allah mbetesh gjithmonë i padijshëm. Nga sa ato që ka ta ka mësu Allahu gjendewara ty, në raport me ato që ka Allahu din, është e pashpjegueshme të e pashpjegueshme. Në udhëtimin që ka pas Musa a.s. me Khidrin, Musa a.s. pejgamberi Allahut, ka pas një udhëtim me një pejgamber tjetër. Kanë udhëtuar një kohë caktuar, edhe Allahu gjendewara ka bërë që Musa në mësu nga Khidri. Musa ka qenë më i mirë se Khidri. Pejgamberi përzgjedhur i madh. Mirë pa Allah ka dorë me të regu se edhe ai që është më i ngritën, nga ne mësën për diku që është më pak i ngritën. Po. Edhe ai që është më i ditur, nga ne mësën nga diku që është më pak i ditur. Mësëm është këtë. E kanë qenë në anije, në detit hapur, i ka thonë Khidri Musait a.s. A din këta dy njerëz, janë njerëz më dikshëm kohët vetë që kanë qenë. Musa a.s. pejgamberat, Allah e ka mësu. Thotë o Musa, a din ti, dija jonë, sa ka marrë nga dija e Zotit, e që unë ti dim, a din sa ka marrë nga e që Allah u din? Ajo veç shpjegim është, as kaç nuk është, veç shpjegim është. Për aqë sa e fut në deti një gjilpër, edhe merë ujë, sa e ke paku detin? Për sa litër është paku deti? Një gjilpër e futur, në deti, në qanë e futur, dhe e nxjerrur e lagur. E që e gjilpër që është lag, sa ka paksu nga sasia e ujtë në qanë? A është diçka që përmenet? Kurgjë. Absolutisht kurgjë. Ma djelën ma pak, për që shemë në kuptu se, krej që ka në dim sot, nga dija Allah të është, në gjilpër e futur në qanë, të pa fund të dijes Allah të bare këtale. Ndaj, në fatë më Allah mbetë gjithë më një, i padishëm, gjithë mund ki nevoj për dijen Allah të bare këtale, gjithë mund ki nevoj për mësimit e ti. Edhe nëse bosh hoqë, e doktor, e profesor doktor, kryeministër, kryetar, i pasur, miliarder, milioner, i vjetër me përvoj, i veteran, çka do që tje? Gjithë më mbetësh. Rabi Zotit që ka nevoj gjithmonë, Zotit me mësu. Ka në gjithmonë Zotit që nevoj me uzu, gjithmonë. E në raport me pasurin që ashtu. Sa do të bëjsh para, ki nevoj që Allah gjithë me të furnizu. Nga se të nërë vëzër, dynja, a mund t'i blesh këtë me para? S'mund është. Sa ka sa zblen me para, nuk blen me para të. E ato kushtja pa para. Allahu gjendon. Para më nësë sikur të blihej oksigeni që e thithën. Oksigeni që e thithën. Para nësë sikur të pagunin për pumpimin e zemrës, gjaku që e bërë. Apo? Veç me pagu. Apo? Ka sa pare në ditë e zosh me pagu, veç për këtë pumpim gjakut dhe për oksigen. Sa pare? Ka një cet me konë logarit e sa ishë parë në ditë. Veç ka një cet me konë. Apo? Sa ne pagu në dikur, kejtë që në falë. Kejtë trupët funksion në falë. A pagu në që ka ty? A pagun? Kur gjë s'pagun? S'pagun. E keni pa për shumë një organ me e bo transplant. Sa kushtë në? Mi a marrë dikujt, asë ke kry kur gjë. I është, ti mi a marrë, mi a gjithë dikujt. Veç i kaqë. Kur gjë ma shumë? Veç transplanti, veç bartja. Kur gjë ma shumë? Kur gjë ma shumë? Shkan me 100 mijë euro. 200, 300, 400, 500.000 euro, po. Bo në mbledhen një shtetë të mbledhen minimusë, një transplantë. Mirë, nëse, për shamë të nëzën, transplanti bën që i kaqë,
sa bën organi transplantuar. A i sa kushton? Nëse një kërë kime pru, për një veni me një veni, apo. Transporti kushton për shembull 5.000 euro, apo. Kiri mund me konë 50.000 euro, apo. Transporti është shumë më minimal në raport me vlerën e mallit të transportuar. Se zatën me konë mallit të transportuar, ma i shtrajt, ma i lirë për të mos, se vetë transporti, s'ja vlen bara qiran, nuk ki mundësi me e bartë, s'ja vlen me e bartë. Ndaj, Allahu Gjellohat t'i kemë këtë organe falë, s'ke pagu kërgjë. E udhëzimi jo në raport me këtë mirësisht, ta kuptojmë se ne jemi të varur nga Allahu Gjellohat. S'mund më përvarsu kurte. S'mund më blej vetë vetëm. Përmëndoni për shemë të ndërëvëzër nga qasja ekstreme materialiste. Sot fatkeqësisht bota dominohet nga materializmi, që e ka dobësu aspektin shpirtënor dhe moral të njeriu. Shpesh ajo që është material është e rëndësishme. Çka ka për të kësaj, domthonë nuk është e rëndësishme. Prandaj edhe ka humbur vlera e njerit, respekt në njerit, ka humbur. Sot njëri shikohet përmes vlerës materiale, monetare. Sa kushton ti me pare, çikaq pare bjen ti, çikaq pare bën ti. Fatkeqësisht, është degaru njëri skaqërisht në mungesë të udhëzimeve hyjnore. E adrin tash ti për shembull në nivel të këtij materializmit të egër, çka është duke u diskutuar hala? Është duke u diskutuar që të konvertohet në pare, për shembull, kujdesi për ndonjë ndaj fëmijët. Sa mundet me kushtu, për shembull, një shtatzani 9 mujore. Ta kalkulon, çikaq. Sa mund me kushtu një gjithdhënie një vjeçare, çikaq. Sa pare prindi ka shpenzuar për ty. Kalkulojnë çikaq ke pi çum, çikaq ke hungër bukë, çikaq tesha, i kalkulojnë. Në fund të për shembull, ja ki bërë çiti njëri që i thojnë bab, e çiti një që i thojnë non, apo ndaq mundiru nga ata, mos i pas më babën non, paguaj çikaq parë i lirë jepte. A paguhet mundi babës e nonës? S'paguhet ajtjes, në kur s'paguhet. Mi po nga mungesa e udhëzimit, tentojnë që dhe këtë me bo, që të shlyhet nga mendja njerit baba dhe nona. Mos të ketë në agendën e njerit fare të regjistruar prind, babë e nonë. E mos mu halakot krejt, na po i themi prindi numër 1, prindi numër 2. Si me kona ta bileta aeroplani, ullë se ku kim ullë. Apo, karika numër 1, karika numër 2. A është turp, a është çmenduri, a është çnjerëzore, që njerë që janë kryesor për ekzistimin tonë, për rritjen tonë, me ushtën në numra caktuar, ku ti me sasi monetare caktuar, dhe shpërlash nga ta dhe mu bërë sens që kjepë. Ata pastaj vetë letë vdesin, vetë letë shqyrin, qka të letë ndonë, su më interesant se, s'kam bëjt kushim e ta e kum pagune mund në tyne. A kuptani qka i bjën të është devijime dhe udhëzimi? E Allahu Gjello e ka qunë Kur'an që kjo mësë me ndodhë. Allah e ka zbitë Kur'an që kjo mësë me ndodhë. Kjo çmenduri mësë me ndodhë. Po njerëzit me mbej gjithmonë me respekt në me zvetë. E këtë e marën, kur e respektojnë fillimisht Zotin Gjellewala. Kur ata të adhurojnë. Vetëm njëni besimit mund të respektojnë njëni të rëvëzëm. Në munges besimit, gjithë shka shturët, gjithë shka prishët. Jas njerës pas ta i kërkojnë udhëzim, por nuk e gjenë. Nuk e gjenë nga se udhëzim është qëtu. Allah o tha, huden, kjo është udhëzim, e kemi zbrit udhëzim, dhe duhet të shërbemet e si udhëzim. Udhëzim për me njofë Zotin, udhëzim për me njofë botën, udhëzim për me njofë të kaluarën, të tashmen, të ardhmen, udhëzim për me njofë vetën, udhëzim për me njofë të tjerët, obligimet të në ka shi tjere, për gjithë të ashëm tjera, udhëzim i vazhdueshëm, udhëzim. Mirë për mundemi, t'jemi të udhëzuar, vetëm kur e përdorim, udhërëfysin si duhet. Kurani të ndërëdhëzër në udhëzën e ka qëllim jetës.
Pse në këtë dunjona? Pse në këtë botë? Pse kemi arë këtu? Treguam që shpjegimi me fjallë rastësisht është shpjegimi ma absurd i mundshëm, ma i papranueshëm. Është kontradiktor, s'ka shmërisht. Dhe të thuash se ke arë katë pa qëllim, rastësisht ke arë dhe realisht rastësisht del. Sa është njëri pa vlerë me këtë shpjegim? Apo? Të ndërlozën, nëse ka dikush një vdekje, edhe ti je nis me shku në market, me bledi qëka. Në vend se me hi në market, ke hi të pame. Apo? E në thushë, fanja, asë s'ka këtë me shiti qëka, ata të mënu që ti ka arë me i pa ata, i ke nëru. Të shjolla rasisht hina, së që marë mi unë gushtu, a ju bën njerë me që qëllë rasisht hina? Rasisht të mënu që market, që ka të pa me hina. Në ide kë s'ka kush nuk ka dekë, as ide s'ka që ka të pa me, as ide s'ka se do të me ngushtu. Këtë është e pa qëllim, këtë është komplet pa vëmendje. A është të letë për këtë? Në të letë, absolutisht. Veprat shpërblejen dhe vlerësun në bastë, qëka fët? Qëllimit. Kur qëllimi është i mirë, qëtër ka shumë. Andaj nëse ti për shembull tu i nxirr do pare, të kanë rënë 5 euro. Edhe i merr diku kështu. Allah shpërit, ti os ti dash, ato rastisht mbron mua. A ndjes sadak që janë? Jo, s'ndjes ti se ke nxirr për sadak. E nëse di 5 euro, realisht, nuk mund të vlerësohet si sadak, të s'ka pas qëllim të jetë sadak. E qysh mund të vlerësohet një njeri si kresa më e mirë, kur rastisht ka kusht se ka pas qëllim as, s'ka pas urtësi as kur gjë në raport me krimin e tij. A mund të jetë kjo respekt për njerin? Jo, valla. S'mund të jetë respekt. Kjo është nënçmim, kjo është ofendim për njerin, kjo është përbuzje për njerin. Shkruaj dallimin mes njerit në shpjegimet e tjera dhe shpjegimin kuranor. Një është rastësisht, ka ardhur si procesi evoluimit. Njëru kon peshk, tani u bo diqka, tani u bo diqka, tani u bo një kres që këtë keshin me ta, e mas ati cirku është bo njëri. Parëmë. Rastësisht, pas një qëllim. Shika Allahu si këtë për njëri. Allahu gjellë thët, ka mobilizu me lajke, me formësu njëri. Thët, u në faktu fihi min ruhi, shpirtin unë ja kum jabë. Allahu, une, krijuesi, as me lakën e kërkosh, une ja kum jabë. Allahu e ka mësu njërin pastaj, Ademin e ka mësu. E ka prezentu para krijesave, shumë më të mira se njëri, para me lajkeve. Edhe i ka thonë, a dini ju qka dënë kë? S'kan ditë. E ka o mesh, nuk dini qka dënë kë, por ullini, nësejsh dhe shërë respekti për Ademin alisonë. E Allah e ka ndërru njërin pastaj edhe me udhëzim, e me shpjegime, e me autoritet, e me përsi. Që kë shpjegim të ndërruazër? A e bën një muni mirë të ndërruar apo të nënçmuar? Cili verzion i njeriut e udhëzën ka e duhura? Verzioni i rastësis edhe komplet i paqëllimit edhe i huqjes, apo ai që dhëtë qëllimisht këm kryu, e di që këm kryu. Edhe ke qenë që nga dita e parë i respektuar dhe i ndëruar. Cilë është verzioni që të bënë muni mirë? Cilë të bënë taman njeri? Verzioni parë. Pra ne të ndërvëzën, kur na e dim njeri që vlerë e ka edhe respektojmë, kur nuk ka njeri vlerë fare, as respekti s'ka vlerë, as me mytëri s'ka diqka. Për e ta dhe sot, për faktin se njerëzit sot, fatkeqësisht, nuk shërben me udhëzimet e Allahu xhallahu ala, për njohjen e vetvetes, vritin për gjëra banale. Vriten për t'ja marrë një pasuri, për t'ja marrë një autoritet, për t'ja marrë çka do qoftë nga diçka që ai ka. Madje nga njëra jo më marrë diçka,
po është thjesht me tregu e përsi, me tregu vagabondizëm, me tregu një farë qasje banditeske, ka që dikujt që unë e vrajë se syni nuk më lëviz. Pse e bën këtë njeri? Se nuk e dim dhe një njeri të. E Allahu Gjellon e ka mësuar se me e vrajë një njerit pa fajshëm. Është ma e ronë se me e prish tokën e qilin. Se me e prish qabën e Zotit Gjellewala. është me aronë njeri me vrapë. Njeri ka respekt, besimtar me kone shumë ka respekt. Ndaj, e ka ndërru Allah vrasën, gjakderdhjen. Këto udhëzimi e ruan jetë njerit e në vëzër. Udhëzimi i Kuranit e ruan jetë njerit, e ruan pasurin, për shkak se jetë e njerit është e rëndësishme, pasuria ti është e shajtë, pa prakshme. Ndaj, se e njekim Kuranin, e ruan njëri tjetërin, e ruajmë jetën, ruajmë gjakën, ruajmë nderin e një tjetërin. Nuk cenojmë nderin e askujt, për shkak se është i rëndësishëm. I ka e blerë Allah i mënduar. I ka e pozitë dhe qmim Allah i mënduar. Në këto e rëzimet e Kuranit, ne kur thrasëm në Kuran, ne kur thrasëm që njerëz të kthehen në Kuranit, që to e mësimet. Mësimet që të mësojmë me një besimin që shduhet, një besim që i përgjigjet natyrës tonë, i përgjigjet pyetjeve tona, shuan dilemat tona, i arsyeshëm, i logjikshëm, i kompletuar. Ne kur trasim besim përmes Kuranit dhe shpjegojmë Kuranin, ne rresht tregojmë kush është njeri, ja kthejmë respektin, dinjitetin, ja ruajmë pasurinë, nderin, jetën. Prandaj të ndërvëzër, me gjitha këto mësime që janë udhëzim e shumë të tjera, a mund të ketë rrezik nëse përhapet shpjegimi i Kuranit në vendin tonë? Nëse Kurani dhe shpjegimi ti në çdo shtëpi ka rrezik. Nëse shtëpit ku shpjegohet Kurani, dhe lexohet Kurani, shtohen, ndërtohen edhe më shumë si xhamit, a ka rrezik? Absolutisht. Do të kuptuar këto si faktor stabiliteti. Do të kuptuar këto si faktor i prosperitetit dhe ardhmërisë. Nga sa ty ku mësohet dinjiteti, nderi, respekti, ndaj madhvjet, ndaj prindit, ndaj madhishmit. Aty kurohet jeta e njerit, ku respektohet gjaku i tij dhe pasuria e tij. Jenë vend që të mirujt. Aty ku mësojmë që mërujt vendin tonë, me mbrojt vendin tonë, ato vendet do të mirujt, ato uzime do të mirujt. Për shkak se këto na duhen, jo tjera. Në Ramazan ne këtë kemi pas, dhe vazhdojmë të kemi këtë libër, kjo mirësi Allah xhallahu ala që ne kemi këtë libër sot në dorët tona të ndërruar. Prandaj vazhdojmë shoqërinë me këtë libër. Lexojmë Kuranin. E keni gjuhën shqipe. Po ka ajete në Kuran që kanë nevojë për shpjegim, mos u thellon të shpjegim, pyet për to. Po ka ajete që s'kanë nevojë për shpjegim, janë të qarta. Janë të kuptueshme. Spaku për atë që duhet ty. Spaku për atë që duhet ty janë të kuptueshme. Prandaj kemi për të udhëzim që ta njohim Zotin ton, ta njohim veten ton, ta njohim qëllimin e jetës, ta njohim rolin ton, ta njohim kontributin që duhet dhënë këtë dunjë, ta njohim edhe udhëtimin e më të tjeshëm, ku po shkojmë, çka po na pret, çka ndodh për te kësaj dunjaje. Janë dilema që e shqetësojnë njeriu, e brengosin, e bëjnë të pasigurt. Gjitha këto shumë tjera të ndërmëzër, ne duhet t'i mësojmë t'i marrim nga kush? Nga fjala e Allahut azza wa jall, nga Kurani. Prandaj ne kur thrasim Kur'an, ne kur themi se duhet me lexu Kur'anin, ne kur themi se duhet me jetu me Kur'an, këtë kemi për qëllim, këtu udhëzime, që sot bota ka nevojë për to. Dhe është në krizë për shkak të shmangjes nga këto mësime të ndërruar kozë. Dhe është e dëshmuar me fakte të pamohshme se materializmi nuk ka mjaftuar shumë çka më i dhon njerit. Ja plotson një aspekt, por e le të zbrazën në shumë aspekte tjera. Njeriu ka të përmbushët edhe me gjëra tjera, jo vetëm ato materiale. Edhe pse materiale është e rëndësishme, e domosdoshme, por është e pamjaftueshme. Por është e pamjaftueshme. Edhe njeriu mjaftohet dhe përmbushet me udhëzimin e Allahu xhallahu ala, nga sa Allahu tha: "Ala ya'lamu man khalaq", e si nuk dinaj që ka krijuar. E si nuk dinaj që ka krijuar. Dinaj, ai din çka ju duhet dhe çka është më e mira për juve, qofshi mashkull apo femër. Të ndjekim udhëzimet e Allahut azza wa jall, të ndjekim këto udhëzime që timi të udhëzuar, që të shpëtojmë nga errësirat, nga qorsokaqet, nga devijimet, nga lejthitjet, të jemi në rrugën e qartë, në rrugën e duhur. Dhe
t'i gëzohemi këti aktiviteti, këti angazhimi, kësaj përpjekje, këti kontributi jetësor, t'i gëzohemi nesër, kur dalim për Allah e japim llogarit për çdo moment të kësaj jete, nga se jeta është përgjithësi dhe për te kene me dhënë llogari për Allah të mënduar. Allah na mëson që me të vërtetë ta njohim Zotin tonë, ta njohim veten, ta njohim jetën, ta njohim realitetin dhe në bazë të kësaj njohje të udhëzohemi në punët tona, në përditshmërinë tonë, në angazhimet tona. Me bazën e këtyre udhëzimeve të përcaktojmë prioritetet, raportet, lëvizjet, reagimet tona, bindjet tona, kuptimet tona, veprimet tona. Dhe me këtë udhëzim edhe dalim nga dunjaja e pastaj trashojmë se me të vërtetë bind shumë kemi punuar dhe kemi besuar e do të shtohet bindje edhe më tepër kushe se këtu ka qenë udhëzimi, gjithçka përveç kësaj ka qenë marrëdhënie, lehthitje dhe fatkeqësisht edhe manipulim. Allah na përmirësoj gjendjen në raport me Zotin xhallahu ala. Në raport me Kur'anin, e bëftë Allahu Kur'anin udhërrëfyer të zemrave tona, edhe të jetëve tona, edhe referencë për pyetjet, udhëzimet dhe gjitha çështjet e jetës tonë. Me ka të ndërlozër e përmbyllim këtë pjesë të Bajramit, sikur që u përmenda, nga sabahu deri në Bajram është një kohë e caktuar që duhet të presim. Dhe me që po presim, shfrytëzojmë mundësinë që të përcjellim mesazhe të caktuara që freskojnë zemrat tona, shtojnë bindjen tonë edhe përkushtimin tonë në raport me udhëzimin e Allahu te bareke ve taala. Tash ka koha që të përgatitemi të falim namazin e Bajramit. Para se domthonë të fillojmë namazin e Bajramit, me shkallë 3-4 minuta, disa shpjegime të përgjithshme. E para të ndërlozër me që është Bajram, domthonë disa dhurata kemi përgatit për të veçlit. Nuk janë shumë, aq sa ka do t'i shpëndojmë pas namazit Bajramit. A ne shpresoj që kush ka me voglosh apo të na pret pas Bajramit që të merr dhuratën që i takon pas Bajramit. Për ata që nuk ka, jo kompenzojmë inshallah me të mira, po është një sasi e konsiderueshme, por besoj që mjafton inshallah. Kjo është çështja, por çështja e dytë është e di që sot njerëzit shprehin bujarinë e tyre, ndihmojnë pas sa dalin nga xhamia. Me çdo të japni do të ndihmoni për Bashkinë Islame, për aktivitetet e Bashkisë Islame, për xhamin tonë, nga se gjitha këtu kanë pas shpenzime, kanë pas angazhime, kanë pas domthonë patjetër shumë lëvizje që duhet të mbulohen. Prandaj na gjithmonë së bashku me juve dini i kemi mbuluar së bashku këto harxhime dhe këto shpenzime. Prandaj shpresoj që të tregojnë solidar para se keni mundësi tek ata që janë jashtë që ju presin të ndihmoni dhe të kontribuoni. Çështja e tretë ka të bëjë me namazin e Bajramit. Me falet të rrallë, andaj gjithmonë është adet që të shpjegohet si falet namazi i Bajramit, nga se i ka disa shtesa që nuk janë në namazet e zakonshme. Namazi i Bajramit do të ka 2 rekate. I ka 2 rekate sikur se namazi i sabahut. Në rekatën e parë e bëjmë para tekbirit fillestar, vendosim dhe bëjmë njët me fal namazin e Fitr Bajramit. Pastaj marrim tekbir Allahu Akbar me hoxhën, me imamin. Pas atë këndot subhaneke, kush dhe me këmë subhaneke është duaja hyrse. Pastaj marrim 3 tekbire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Në 3 tekbire mirën para se mi fillu hoxha me lezu surën Fatiha. I ngritim duart në çdo thënie Allahu Akbar. Pastaj hoxha lexon surën Fatiha dhe e lexon një sure. Shkojmë në ruku së bashku, mos shkojmë në ruku para hoxhës. Hoxha Allahu Akbar, pastaj shkojmë në ruku. Mos u ngritni para hoxhës. Thunë sami Allahu limen hamida, hoxha thot, pastaj ngritni nga rukuja. Duhet me përcjell hap pas hapi me disiplinë, domthonë çdo lëvizje të imamit. Pastaj bëjmë 2 sejdë dhe ngritemi në rekatën e dytë. Në rekatën e dytë, hoxha fillon direkt leximin e Kuranit. Lexon surën Fatiha, një sure, e lexon, e pastaj para se me rënë ruku, marrim 3 tekbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 herë, e tekbiri i katërt, Allahu Akbar, shkojmë në ruku. Pastaj, ngritim nga rukuja, 2 sejdë, japim selam. Pasi të përfundon namazi, nuk ka përfunduar tëra. Është hutbeja xumas e Bajramit, sot është xhumë, edhe i lidhet me Bajram.
Andaj është hutbeja e Bajramit. Është një hutbe e shkurt për një disa mesazhe, por duhet të dëgjohet, të respektohet, edhe të kemi të qetë, nuk bën me fol kur imami është në hutbë. Përfundon hutbeja, është pastaj duaja e Bajramit që e bëjmë së bashku, edhe urojmë pastaj Bajram së bashku inshallah, edhe përfundon gjithçka për ditën e sotme në lidhje me namazin e Bajramit. Allah na lehtësoft, Allah na ndihmoft, përgatituni dash një safat edhe fillojmë inshallah.